Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Të respektuar teleshikues, ku do që jeni, ju përshëndesim. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh. Jemi me takimin e radhës të emisionit ton të përjafshëm, popujt e Kur'anit, popujt që Allahu Gjelle Gjelaluhu na i solli në librin e tij, që të mësojmë nga përvojat e tyre, që të mësojmë nga pësimet e tyre, që të marrim mësimet më të mira për jetën tonë, për të ardhmen tonë, që të dim epilogun eventualisht nëse i bëjmë gabimet e tyre, dhe që Allahu Gjelle Gjelaluhu në librin tonë të shkurtër në vëllim, por edhe në jetën tonë të shkurtër krahasimisht me popujt e mëhershëm, dëshiron që ne në pak këto vite të meritojmë njëjtë dhe të futemi njëjtë me besimtarët e tjerë në xhenetin e Allahut dhe të ruhemi prej xhenemit të tij dhe dënimeve që ai i sjell për të tjerët. E natyrshëm, këta popuj që janë sjell rrëfimet e tyre në Kur'an, nuk është rastësi nga Allahu Gjelle Gjelaluhu, nuk janë mbushur thjesht faqet e Kur'anit me të, ose me ta, por ata janë sjell që ne të marrim modelet më të mira. Dhe jo të gjithë popujt që kanë kalu para nesh janë përmendur, janë specifikuar vetëm ngjarjet që Allahu me largpamësinë e tij, me urtësinë e tij, me hikmetin e tij e ka pasur arsyeshme që ne të marrim ato mësime të duhura në kohën më të shkurtër që mund të sillet dhe të rrëfehet për ne. Popujt e Kur'anit natyrshëm që lidhen po ashtu edhe me zullumçarët e atyre popujve, me liderët e tyre, me shkatëruesit e vlerave që ata i kanë pasur. Dhe natyrshëm, kur ata popuj janë bërë të tillë, Allahu Gjelle Gjelaluhu ka dërguar ndonjë profet, ndonjë pejgamber që atyre t'ju sjell dritën e udhëzimit që ata t'i thërret në fenë e Zotit Gjelle Gjelaluhu, që ta njohin kush është krijuesi i vërtet i tyre dhe kush është ai që meriton të adhurohet po ashtu vërtet nga ana e tyre. Kësaj pra Allahu Gjelle Gjelaluhu me popujt e Kur'anit ne na sjell edhe freski. E çebesa është prej ngjarjeve më interesante ose prej rrëfime më interesante janë të ndërtohet ose të tregohet fillimisht për ato që Allahu i ka përmendur. Është më interesante sepse natyrshëm ne burohemi dhe nisemi nga besimi i jonë në Zotin fuqi plot, se është një i vërtet hak dhe nuk ka askush tjetër posti, po ashtu ne inspirohemi edhe për diçka tjetër, se vërtetësia në fjalën e Allahut është kulmore. Ne nuk kem kur farë dileme, kur farë dyshimi, se ajo fjalë a është apo nuk është fjalë e Zotit. Dhe kur ne e kemi një gjë të tillë, atëherë nuk mbetet gjë tjetër, po të kënaqemi me ato rrëfime, sepse po tregojmë diçka që është hak, diçka që është e vërtetë, diçka që nuk ka ndodhur ndryshe. Dhe zatën në këto rrëfime jemi munduar po ashtu të sjellim libra të ndryshëm, sepse si çdo histori mund të mbushet historia edhe në këtë rast e profetëve me ngjarje të cilat mund të jenë thashë theme, pra mund të transmetohen, mund të janë mbushur libra të caktuara të historisë, por s'do të thotë që janë të sakta ose s'kemi argument nga historiografi e dëshmuar që ato të jenë të tilla të sakta, ti marrim në 100% të sakta. Ndërsa këto që na i rrefen Kur'ani, me do e mos do të bindeni që të gjithë se janë të sakta për faktin se ato janë min ledun hakimin khabir. Ato i ka sjell ai që është hakim i urtë dhe është khabir, është i njoftuar për çdo detaj, dhe ati që në fakt e ka mendjen, urtësinë të jashtëzakonshme dhe të njëjtën kohë është po ashtu i informuar, atëherë na ngelet vetëm të kem dilemen, a është memoria e tij e mirë, a është mbamendja për të rrëfyer ngjarje të tilla, a kemi këtë dilemë me Allahun subhanahu wa ta'ala? Asesi, e kush na rrëfen më mirë se Allahu, kush i interpreton më mirë se Allahu, madje kush bën versionin të shkurtuar më mirë se Allahu.
ne edhe kur duam ta shkurtojmë një ngjarje, ta tregojmë për 2 minuta atë që ka ndodhur 2 orë, si njerëz jem të prirë ndoshta të tregojmë detaje, qoshe, skaje të cilat në e marrin minutazhin, a nuk kemi sjell brumin e ngjarjes, përmbajtjen kryesore të ngjarjes. Allahu xhalla xhelaluhu edhe shkurtimin e bën më të mirën të mundshëm, sepse kur na rrefen, pra përveç që është lajm i sakt, lajm i mirëfillt, edhe e dim që nuk i ka kaluar atij të mos mbaj mend ose të mos e ketë në kujtesë atë që ne na rrefen, atëherë çfarë ne dëshirojmë më tepër. Pra kënaqemi me ngjarjet e pejgamberëve kur tregohen, natyrisht nuk kënaqemi me përfundimet e popujve të tyre, por fundja ndonjëherë i bie se edhe kënaqemi. Pse? Sepse fundja kur mësojmë për përfundime të këqija, të dhimbshme të popujve të caktuar, ne nuk do të tregojmë vetëm atë anën e dhimbshmërisë dhe të mëshirës ndaj tyre, por duhet të mbahemi të fuqishëm edhe për arsyen pse ata u shfarosën, pse ata u mbytën, pse ata u dëbuan, pse ata u larguan, pse ata u dëgjën, ose pse ata u bën kufoma në shtëpitë e tyre. Fakti se Allahu xhalla xhelaluhu nuk është zullumçar, nuk është i padrejtë, edhe kjo duhet na bëjë neve shumë më të fuqishëm se një Zot që ata i ka shkatruar të njëjtën kohë është i atribuar me cilësitë më të mira dhe më absolute që kanë bëjnë edhe me butësinë, edhe me mëshirën, edhe me faljen, edhe me tejkalimin, edhe me shumë gjëra të kësaj natyre. Andaj kur ai dënon dije se dikush shumë e ka merituar dënimin, sepse ati pa i dërguar shumë porësi, thirrje, profetësi, profet, njerëz që i kanë thirrë për t'i ndalur ata nga veprimet e liga, kanë ekzistuar, sepse wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Ne nuk dënojmë asnjë popull derisa atyre tu dërgojmë pejgamber që ata ta kuptojnë të vërtetën dhe ta kuptojnë realitetin. Jemi me Ibrahimin a.s. në 2 javët e kaluara dhe do të vazhdojmë edhe sonte edhe javë tjetër do të diskutohet për këtë njerëz të madh. Jo pse ne po i rrefejmë detajet, por po i rrefejmë pikat më të rëndësishme të këtij burri të madh që Allahu xhalla xhelaluhu ndër epitetet që i dha ishte edhe umme, ishte popull ose komunitet në vete. Pra, përpos që ishte i pastër, i lirë, ishte në fenë hynore, në fenë e besimit të logjikshëm, të ardhur nëpërmjet njerëzve më të mirë, nëpërmjet profetëve, megjithatë pra e kishte edhe këtë epitet që ishte botë në vete, respektivisht ummet në vete, Ibrahimi a.s. Nuk ka ndodhur që dikush të quhet ummet pa pasur rreth vetes edhe shumë njerëz tjerë. Pra nuk thuhet komunitet për një njeri, për një individ. E Ibrahimi a.s. në vetvete ka qenë komuniteti në vete, pavarësisht numrit se sa e kanë pasuar atë. Dhe është prej pejgamberëve që më së pakti ndoshta flitet për pasues. Kur do të bisedojmë për Isajin a.s., flasim për ata 12 apostujt e tij e që njëri dështon besin 11. Kur do të flasim për Musajin a.s., kur do të flasim për Jusufin a.s., për shumë profet të tjerë, do të dihet ndoshta një numër i besimtarëve e që është i vogël. Për Ibrahimin nuk thuhet për numër të madh besimtarëve, por ka qenë njeriu më i famshëm i njerëzimit dhe këtë famë e ka arrit dhe ka tejkalu vetëm shëmbëltyra njerëzimit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E kemi thënë dhe prapë po e përsërisim, Ibrahimi a.s. është njeriu që të gjithë dëshirojnë ta kenë të vesnin. Dëshirojnë që të gjithë ta kenë të tyrin. Dëshirojnë dhe kanë dëshirë të flakë që ky njeri të jetë prisi i tyre, profeti i tyre, udhëhesi i tyre, Ibrahimi a.s. pra të kenë rrënjë popujt, komunitetet me këtë njeri, me këtë burr të madh. I gjunjëzoi popullin e tij, gjunjëzoi familjen e tij, me tekst të veçantë
ajo biseda e tij shumë e madhe dhe shumë delikate rreth një veprimi që ai e shkaktoi ishte shumë me pasoja për te, për jetën e tij dhe dënimi që do t'jepet. Dhe jo vetëm, ai pra bëri debate edhe me prisin e tyre, i cili pretendon të vetën se është Zot. Të nderuar teleshikues, Ibrahimi a.s. në gjuhë të sotme të zhvillimit politik do të mund të quhej njeri jo normal. Njeri që nuk e aksepton realitetin. Ndërkaq në vizionin e njerëzve të shkëlqyer, të dalluar, e njerëzve që shpërthejnë vullkanet e tyre dhe dalin në sipërfaqe nga brendia e tokës, nga njerëz të famshëm, të cilët bëhen heronj të popujve të tyre, Ibrahimi na del shëmbëltyra më e veçantë po ashtu. Pra, nga këndi i drejtësisë del ndryshe, por nga këndi i njerëzve të zhvilluar dhe të avancuar del krejtësisht ndryshe. Kur ke një kauz të pastër, është mëkat që ti nënshtrohesh opinionit të përgjithshëm, që ti nënshtrohesh thirrjeve të gjithë mbashme për të kundërtën e asaj të vërtetë që ti e pason. Ose e atij vizioni që ti ke, e që është vizion i gjallë. E Ibrahimi a.s. kishte një vizion të tillë dhe ishte dhe numërohet si baba i tauhidit përveç tjerësh, baba i njësimit të Zotit një, i besimit dhe i adhurimit të një Zoti e jo më shumë zotave. Ai më let do ta kishte të vazhdonte tregtinë ose prodhimin e babait të tij. Ai më let do të kishte të vazhdonte të heshte dhe të kalonte në heshtje gjërat e kota që kalonin pranë tij. Por gjithsa nuk ishte njeri i vogël në shpirtin e tij, ai nuk mund t'i përballonte ato. Dhe rrjedhimisht ai u ballafaqua me të kotën, ndonse e kota ishte shumë e fuqishme. Ai në këtë rast nuk mati forcat se kush mund të del triumfues në kuptimin praktik të fjalës ose në kuptimin fizik të fjalës. Ai e dinte se ai është një dhe të tjerët janë shumë. Ai e provoi edhe me babain e tij dhe familjen e tij se ai nuk e ka mbështetjen dhe nuk është që po bën një kauz ku ai do të bëjë një numër aleatesh ose pasuesish ose njerëz të cilët janë gjendë të aflijojnë jetën e tyre për të. Ai e pa se në këtë drejtim nuk është i suksesshëm. Megjithatë nuk u ndal. Kauzën kishte shumë të vërtetë. Fjalia se kështu i kemi gjetë të parë tanë të adhurojnë më shumë se një Zot, për të ishte më se e kodë dhe ishte më se e papranueshme. Andaj, ai as pak nuk u ndal në këtë gjë dhe një ditë për ditëve pra bëri edhe atë eksperimentin e tij shumë të çuditshëm, shumë të guximshëm, i cili edhe prodhoi një efekt të jashtëzakonshëm. Ibrahimi a.s. po marrim shkëputje nga disa biografi të tij, nuk ishte kurfar dileme në ekzistimin e vetëm një Zoti dhe që nuk ka zotra tjerë. Ibrahimi a.s. këtë bindje e kishte që në fëmijëri të tij, që Allahu xhalla xhelaluhu në fakt e kishte bërë gati këtë njeri për kauzë të madhe. Ibrahimi a.s. në atë vizionin e tij ishte shumë i pamposhtur, edhe nuk i dorëzohej askujt. Por mbi gjitha ajo bindja e tij e thellë në Zotin, çon në një kërkesë tjetër interesante. Nuk po ndërlidhen atash me intervalin kohor se kur ka ndodhur njëra e kur tjetra, por ju drejtua edhe Allahu xhalla xhelaluhu. Qale Rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta. O Zot, më bëj mu të shoh se si ti i ngjall të vdekurit. Sepse pika më interesante, pika më problemore tek besimi në gajbin,
në të fshehtën, në të padukshmen, në të paqafshmen është të besohet ringjallja. Ibrahimi a.s. nuk e kishte të lehtë që të kërkonte prej Allahut diçka që mund të shfaqte një farë lloj dyshimi në besim. Pra Ibrahimi nuk kishte dyshim. Mirë po Allahu e shpërbleft me të mirat e tij Ibrahimin a.s. ashtu sikur ja ka ngrit famën e tij, kur ai këtë e bëri jo vetëm për kohën e tij, ai shihet se është shumë e nevojshme edhe për kohën tonë. Kur kërkoi këtë kërkesë. Një gjë dua ta them, se edhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam e tha dhe e shprehu shumë interesant. Dhe për këtë dyshimin, po e quajmë brenda thonjzave, të Ibrahimit a.s. ne jemi më meritor të dyshojmë. Ne kemi më shumë nevojë që të argumentohemi se Allahu vërtet i ringjall të vdekurit. Pra ai e falenderoi babain e tij, po e them, gjyshin e tij, Ibrahimin a.s. për këtë gjest dhe ishte mirë se ai na ndihmoi në rrugë që edhe ne më vonë do të ballafaqohemi me atë që është ballafaquar ai ose atë dyshim që ai ka shprehë. Nëse këtë e tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në kohën e tij, atëherë ne jem ummeti i tij dhe jem vazhdimsi e thirrjes së tij, por mund ta themi se edhe në këtë kohë Ibrahimi a.s. ka shumë merita për këtë. Ka shumë atribute të veçanta për këtë që i tha Zotit, më mundësot të shoh unë se si ti i ngjall të vdekurit. Ne këtë e vrejmë të nderuar teleshikues se edhe njerëz besimtar për çështjet e caktuara të besimit që i besojnë dhe janë pjesë e besimit, nganjëherë i kanë tabu, kanë dëshirë të fliten për to. Dhe prej temave më magjepse, më tërheqëse, kur një hoxh ligjeron dhe komunikon në ligjëratat e tij, janë kur flet për të ardhmen, për gaibin, respektivisht për ringjalljen dhe detajet që mund të ndodhin atje. Arsyeja është se të gjithëve sikur ju ka mbet diçka e pambulume ose e pa sqarume në kërshërinë e tyre, në dëshirën e tyre për ditë se ç'është mund të ndodhë. Dhe njerëzit sot, ata që shprehin mosbesimin shumë thjesht, shumë pak janë ata mosbesimtarë që nuk besojnë për shkak se s'ekziston Zoti. Nuk e kanë këtë dilemë. Më shumë mosbesimtarë janë për shkak të ahiretit, për shkak të ringjalljes. Kush ishte ai që vdiq e u kthy e na tregoi neve? Kush ishte ai që për ne rrefeu një ngjarje të caktuar dhe ne t'i besojmë atij se atje kishte xhenet dhe xhenem? Pra thjesht ringjalljen e kanë vështirë ta kuptojnë dhe ta akseptojnë. Qale men yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Kur e kapi kockën dhe tha kush është në gjendje ta ngjall kët, kur kjo është bë e thatë. Kjo nuk ka jetë, nuk ka as yndyrë të kockës. Allahu xhalla xhelaluhu në përgjigje ndaj mushrikut i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. Thuaj atij, kët mund ta ngjall këtë kockë të tharë, mund ta ngjall ai i cili e ka krijuar për herë të parë. Kjo është më interesante. Pra njerëzit nuk pyesin për krijimin e tyre, pyesin për ringjalljen. Shumë më interesante është të shihet vetja juaj, wa fi anfusikum afala tubsirun. A nuk logjikoni? Allahu përdor shikimin për logjikën këtë rast. A nuk logjikoni ju kur edhe në vetvete keni me dhjetra, qindra e mira argumente që të besoni fuqinë e Allahut, fuqinë e krijimit të tij? Nuk ka mundësi që të dëshohet në ringjallje nëse ti e kthen trakën, kasetën, shiritin mbrapa edhe sheh ardhjen tënde.
ardhin prej dy prindve, ani pse ti je një krijesë biologjike që për ty mund të jetë e pranueshme gjithçka, por ti vërtet je vetë interesant se si ke ardhur në këtë botë, se si prej dy qelizave, për një pikë uji si kur e quan Allahu xhalla xhelaluhu, je bë që të kesh sy, të kesh vesh, të kesh veshka, të kesh mëlçi, të kesh zemër, të kesh organe që nuk i sheh dhe i beson, dhe e din që prishja atyre, mos funksionimi i tyre të sjell problem në shëndet e tjera. Pra ti ke plot gjëra që nuk i ke pa kurr me syrin tënd. Ani ne në këtë kohë mund t'i shohim nëpërmjet ultratingullit, ultrazërit, pra e kam fjalën aparatura që përdoret me mjekësi, mjekët mund t'i shohin dhe të tregojnë se ja mëlçia jote si duket, ja se si janë organet tua tjera. Por njerëz më herët edhe këto nuk i kanë pa. Dhe kanë besuar në gjallërinë e tyre dhe kanë besuar po ashtu edhe në vdekjen e tyre që mund të vdesin. E pse të dyshojnë në ngjalljen e të vdekurve. Kështu që Ibrahimi a.s. kur i tha Zotit, tha, unë dua që të më shohësh, që të më bësh mua të shoh argumentet tua se si ti i ngjall të vdekurit. Allahu i tha, qale awalam tu'min, a nuk beson? Qale bela, gjithsesi o Zot, besoj. Walakin liyatma'inna qalbi. Por dua që të më qetësohet zemra ime. E këtë që të më qetësohet zemra, pra thash edhe njerëzit besimtar kanë nevojë që të përmenden temat të cilat mund të duken tabu. Një hoxh i njoftun për ligjërimet e tija fetare në vendet tona, për ligjëratat e ndryshme në xhami e në vende të ndryshme për fe, për mësimet fes, u bë shumë më i famshëm nga xhamati i tij, që e përcillnin vazhdimisht dhe kishin mësuar mësime të thella nga ai, në një moment kur me atë u zhvillua një intervistë nga bota ateiste, nga fryma ateiste. Intervista se thjesht a ka Zot, a ekziston Zoti, a ka mundësi që Zoti të krijojë këtë atë, prej pyetje më interesante, dhe përveç që atë e shikuan shumë njerëz, shumë e admiruan ata pasuesit të tij, respektivisht njerëzit që kanë mësuar shumë për Allahun, por sikur kanë pas nevojë ndonjëherë edhe atë pjesën ateiste të tyre tua sqaroj dikush. Dhe kjo është edhe nga mësimet e Ibrahimit a.s. Allahu xhalla xjalaluhu i tha pra, فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن إليك يأتينك سعيا. Allahu i tha, merri pra 4 shpend, coptoj ato, dhe nga ajo grimc, ajo en që ti i ke bë cop, ato shpend që i ke mbyt, edhe i ke ndarë në pjesë, thot shko në 4 kodra të ndryshme, ose në kodra të ndryshme, hedh nga një cop, pra copat kufomave të shpendve. Thumë ud'uhunna ya'tinaka sa'ya, thot pasaj thirri ata shpendet dhe do të shohësh se do të vinë te ti të gjalla. Allahu xhalla xjalaluhu me mrekulli nuk e ka absolutisht të vështirë, sepse krejt jeta është mrekulli, por neve për ditëshmëria gjërat na i bën të duken të lehta. Por ne është shumë më e lehtë të lind dielli çdo ditë. Në lindje e të përëndoj çdo ditë, në përëndim të bëhet kjo e ajo prej ujit, e detrave, oqeaneve, pra këto na duken shumë të rëndonta, ne na vjen interesant rreshtet e shiut pastaj. Na vjen interesant vërshimet, na vjen interesant dritjet e tokës, sepse me stabilitetin e tokës i mësuar. Po të ishte anije, po të ishte lundrim, po të ishte udhtim ajror, toka, e që ne i besojmë se toka nuk është në askund duke u mbështetur, atëherë i bie se këto dritja do të ishin shumë të natyrshme, duhet të kishte turbulenca në mënyrë të vazhdueshme, po për faktin që këto nuk ndodhin ty, për faktin që ti e di dhe beson se toka sillet rreth boshtit të saj dhe nuk të merren mend asesi, ti e mendon se e kundërta.
Kur ti ke pak çrregullim të tension të gjakut dhe të merren mend, aty është fundi i botës. Pra këta jemi ne. Tërë jeta është mrekullie, për Allah nuk është e vështirë që të bëj mrekulli. Dhe në këtë rast, për t'ja dokumentuar robit e tij Ibrahimit a.s. se e ka këtë fuqi dhe këtë mundësi, i thot këtë me shpend dhe ai beson. E Ibrahimi a.s. pra ishte të nderuar vëllezër, për pos besimit të tij në fëmijëri, kishte edhe një praktik të këtill që të besoj në ringjallje dhe të besoj në vërtetësinë Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe kjo e bëri që ai të ishte shumë më i qëndrueshëm në kauzën e tij përballë Nemrudit, përballë thirrjeve dhe goditjeve të fuqishme të tjerëve dhe mospranimit të thirrjes së tij hynore që e kishte për besimin në Zotin. Por ai nuk u ndal dhe ne do të shohim se çfarë ndodhi pastaj mes tij dhe popullit të tij. Këtë do ta shtjellojmë në pjesën tjetër, ju qëndroni me ne, do të them pas pak. Të respektuar teleshikues, rikthehemi për të vazhduar me emisionin Popujt e Kuranit, që jemi sonte me Ibrahimin a.s. me zjarrin e ftohtë që nuk djeg Ibrahimin a.s. Pra, Ibrahimi a.s. përmendëm se ishte i mbushur në zemrën e tij me iman të plot. Ishte edhe kërkues për qenë edhe më i bindur se Allahu xhalla xhelaluhu ka mundësi të ringjallë të vdekurit, të hek atë dilemën që e kanë shumë njerëz se a mund të ndodhë një gjë e tillë. Ibrahimi a.s. ishte jashtëzakonisht i pasionuar pas tauhidit. Ishte njeriu që jepte më shtrejtën e tij për të bindur të tjerë të besojnë Allahun një dhe të mos shkojnë pas kauzave të shtrembëruara që njerëzit mund t'i kenë ose mund t'i jenë trashëgimi gjenerat pas gjenerate dhe ai jo që deshi të bëhej i famshëm sepse në praktik Ibrahimi a.s. nuk e kuptoi se u bë i madh. Atë e bëri Allahu xhalla xhelaluhu të madh që ne sot flasim për te, ai nuk e di se çfarë ka bërë në dynja, çfarë revolucioni ka shkaktuar në tërë botën dhe jo vetëm në epokën dhe kohën kur ai lindi, jetoi dhe veproi, por edhe sot e kësaj dite kur të gjithë hebrejt, kur të gjithë krishterët, kur të gjithë muslimanët dhe jo vetëm edhe politeistët synojnë që Ibrahimin ta kenë profetin e tyre dhe të jenë pjesë e trashëgimisë së Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Ky njeri pra e fitoi këtë famë duke mos i shikuar rezultatet e momentit, pra ai e dinte se këta mund ta mposhtin, por e kishte Allahun xhalla xhelaluhu prapa vetes ku beson të fuqishëm dhe e dinte se ata nuk kanë se çfarë t'i bëjnë atij. E në atë rast kur ai e bëri atë polemiken e tij të famshme që ne e kemi përmendur edhe në javën e kaluar, pra sa i përket metodës së thirrjes së tij me popullin, kur ai një ditë pra bëri një veprim të pazakont, hyri në dhomën e adhurimeve kur njerëzit ishin jashtë dhe theu ata gur që ata i konsiderojnë për zota dhe mjetin e thyrjes, thuaj çekanin ose diçka tjetër vendosi aty te koka e të madhit. Është interesante për tash kur ata u kthyen dhe pan këtë masakër mbi hynit e tyre, atëherë vendosën të hetojnë kush ka mund ta bëjë këtë. E kush ka mund ta bëjë këtë? Ky është një faj i madh. Por ky faj i madh në dritën e asaj kohe do të shihet një veprim jashtëzakonisht i madh në dritën e sotme të paktën, në dritën monoteiste e besimit në Zotin një të vetëm që ka kriju kajratis qej dhe tokë. E tash ne kur e shohim si pamje filmike këtë na del dhe jetë interesante kjo. Si është e mundur në ditët e sotme pra, kujt do t'i vendoset emri, ku janë dyshimet. Pra, në këtë rast ne mund ta themi se më i dyshimti që duhet dal tash nga këndvështrimi i dritës, pra na del në kohën e errësirës do të dal ai që duhet ta thej këtë errësirë.
Inna sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim, kemi një për një djalosh që thuhet e ka emrin Ibrahim. Sa privilegji madh. Në atë rast, sa vështirë që të drejtohet gishti akuzës vetëm te ti. Pra, kjo është sikur në ndonjë familje, në ndonjë fshat, në ndonjë qytet, kur ka qenë ndaluar në sistem komunist të Jugosllavisë, po flas, e me vonën të Serbisë, kur dikush në demonstratat e 68-s, të 74-s, të 81-s, ka shkruar në rrugë Kosova Republike ose në murale dikun. Imagjinoj tash, kur ti e lexon këtë histori, a kishe dashur që të thuaj babai yt, ishte ai që kishte shkruar? Me siguri po. Me siguri do të krenohesh kur thuash se prej familjes tonë erdhën dhe morën filanin. Edhe nëse atë kanë masakruar, edhe nëse ai ka vdekur në burg, do të mbetet patriotizmi i tij dhe vlerat e tij që ti i ke të brëmosur në të, ajo dëshmia më mirë se kauza e tij ka qenë e vërtetë se Kosova duhet bëhet republikë. Me fjalë tjera, e tanishmja të tregon ty për të kaluaren që nuk ka qenë gabuar, por shumë gjykatës, shumë prokuror, shumë pushtetar, shumë hetues, shumë njerëz nëpër oda ka mund ta shohin atë djalin e ri të gutshëm, të nxituar, provokues, agjami, e shumë epitete tjera, sepse nuk kanë qenë gjendje ta kuptojnë se ky është duke bërë thirrje në diçka të vërtetë që një ditë do të triumfojë kjo e vërtetë. Kështu pra, Ibrahimi a.s. u përmend dhe u lakua si emri i parë i dëshuar për të bërë këtë masakrën në zotat, në putat e tyre. Dhe kur ata e thirrën kë nuk hoqi dorë, nuk thanë që nuk i kam bërë. Dhe po provoni pyetni atë të madhin, a ju tregon. Në fakt, kjo ishte dëshira e tij, që ti fuste në një debat të këtillë. E Ibrahimi a.s. e dinte përgjigjen. Ata kur filluan të tregojnë se si ta pyesim këtë që nuk dëgjon dhe nuk sheh, si mund të jemi ne ata që do të konsultojmë, do të marrim përgjigje prej dikujt që është vetëm i ngurtë dhe vetëm guri. E Ibrahimi a.s. pra e donte këtë përgjigje dhe dëshironte të arrinte të ky qëllim ose të ky përfundim që kuptojni se ju po adhuroni ata që po i luteni, po i drejtoheni me lutje atij që nuk dëgjon, që nuk sheh, që nuk të ofron asgjë, që është e ngurtë, që është krijesë sikur ti, madje ti ke shpirt dhe ke gjallëri, ai nuk ka as shpirt dhe as gjallëri. Edhe kur u bë këtë debat, ata në fakt u mposhtën dhe filluan të luhatën në qëndrimet e tyre. E Ibrahimi tha, atëherë, kush është ai që është zullumçar? Unë që i pas kam thyer, apo ju që bëni këtë adhurim të kotë? Ky është një verzion në këtë çështje, disa thonë se ata vetë kanë thënë, po atëherë ne që kemi zullumçar. Kur u pa se ky njeri është duke shkaktuar efekte në popull, dhe disa njerëz janë të gatshëm që ta marrin këtë debatin e tij si të vërtetë, atëherë çështja shkoi më lart, u ngrit deri tek prisi i vendit, deri tek mbreti, i cili nuk ishte vetëm mbret, por pretendonte që është edhe Zot. Unë jam ai që jap jetë dhe vdekje, njëjtë sikur Zoti që ti po pretendon se është i vetëm për Allahun xhel xhelaluhu. E ky njeri tash normal që nuk do ta mbështet Ibrahimin a.s. të thotë se në mesin ton na pas ka dalë një djalë i ri, një filozof, një talent i veçantë pas cilit ne duhet të shkojmë dhe këtë duhet ta bëjmë lider. Mos prit këso gjëra se nuk ndodhin. Gjërat e tilla nuk ndodhin, e kundërta. Ata do të mundohen të poshtrojnë, do të mundohen të të thonë se ti je i çmendur. Ata do të mundohen të thonë se ti je renegat, ti je i paguar nga dikush, ti je misionar, ti je mercenar,
thije domethënë etiketa prej më ndryshmeve. Zatën vetë etiketat tregojnë se ata kanë hall. Se nëse thot edhe i çmendur edhe mercenar, me thuaj ti mua si ka mundësi që ti jesh misionar i dikuaj, spion i dikuaj kur ti je i çmendur. Kush mund të të besoj? Sepse ti nuk dihet më kujt ti shërben dhe për kënd mund të punosh kur ti tyten e pushkës dhe tyten e argumentit dhe kundër argumentit mund t'ia drejtosh edhe atij që të paguan. Paktën mos i thuaj je i çmendur. Nëse është shpirt shitur, është që punon për dikën, po paktën është i mençur në atë drejtim. Etiketat e pabalancuara që i vijnë njerëzve në çdo kohë, edhe në kohët tona, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pra më vonë, të tregojnë se populli në fakt kundërshtarët e tij kanë qenë në hall. Ata nuk kanë ditë se si mund ta etiketojnë këtë, se si mund ta vlerësojnë, se si mund t'ia ulin gradat dhe vlerat e tij, andaj dhe kanë provuar metoda të ndryshme. E Ibrahim alayhis salam u munduan për tash me argumente e panë që nuk shkon. Ai argumente sillte edhe nga kozmosi. Ky është Zoti im, çysh ta besoj një Zot që përëndon. Ky është Zoti im se ndriçon më shumë, çysh ta besoj kur ai përëndon. Ky është dielli, është më i madh, çysh ta besoj kur ai përëndon. Atëherë unë jam orientuar që ta adhuroj, ta njoh dhe ta besoj vetëm Zotin një, i cili më ka krijuar ose ka krijuar qiellin dhe tokën. Çfarë niveli e ngrit çështjen e të besuarit Ibrahim alayhis salam, dhe kjo i bën të paaft kundërshtarët e tij, sa që ata tash marrin vendim për një dënim shumë të madh. Çfarë dënimi? Nuk bëhet fjalë dënim me letra këtu, me posedim të argumenteve të thuhet se ti po bën tradhti kombëtare, se ti po na përgënjeshtron kët apo atë. Ata sikur e kanë pasur besimin shumë të kotë, i kanë tash edhe ligjet shumë të kota. Rrjedhimisht edhe veprimet që dalin, respektivisht dënimet prej atyre ligjeve ose normave, i kanë shumë qesharake. Ata thanë kështu, harriku, e morën vendimin në gjykatën e tyre që ta ekzekutojnë me vdekje, po se po, por me djegje. Pra digjeni atë. Digjeni atë në çfarë forme? Digjeni atë duke sjell ju drunj nga më të ndryshmit, secili prej juve, secili banor që është i cenuar nga thirrja e Ibrahimit për të prek në zotat e ju duhet ta luftoni sepse ky prap mund të rikthehet. Për të mos e dënuar ne këtë, e pastaj këtë të ngjallet në burg, ose të avancohet në burg, ose të bëhet më i famshëm nëse përzihet dhe largohet pra nga vendi, atëherë më mirë është ne këtë njeri ta djegim krejt dhe ta eliminojmë thirrjen e tij, pra edhe të japim mësim këtij dhe të tjerëve që mund të kenë mendime të tilla më pastaj. Edhe kjo do të ishte më e mira, pra që atë ta djegim. E ndezën zjarrin. E bën shumë zjarr të madh. E zhveshën nga rrobat Ibrahimin alayhis salam dhe e hodhën në te. U arrit qëllimi dhe u arrit dëshira e Paris që me një njeri të tillë të mos kenë punë. Ama ata harruan ose nuk e ditën fare, se kanë bëjnë me një thirrje të fuqishme. Ne këso lloj krahasimesh mund të bëjmë shpesh për njerëz që janë të famshëm, kur dikush e burgos, edhe themi hajtë se shteti tjetër është që mbron në burg, se i del zot, se ata marrin peng nga filani dhe fisteku. Këtu tash nuk kemi të bëjmë hiç me njohuri dhe me raportet të shteteve mike dhe armike. Kush do ta mbrojt burgosurin tim ose kush do ta mbrojt të dënuarin tim me vdekje? Këtu tash është në pyetje toka komplet dhe qielli, ose njerëzit e kot në tokë dhe qielli, të cilët tashmë njeriun e besimit në Zotin një të fuqishëm, të mbi fuqishëm, do ta djegin. Dhe kjo do të ishte edhe për neve e pranueshme, e natyrshme, sepse megjithatë zjarri djeg. Dhe ne çfarë themi? Themi ky digjet dhe shpërblet në botën tjetër. Ndërkaq djegësit dhe ata që
e bëjnë të vërtetën të humbët në tokë, Allahu do t'i shkatroj në botën tjetër, do t'i dënoj me zjarë në botën tjetër. Kjo do t'ishte shumë normale, por nga njëherë Allahu Gjelle Gjelaluhu, një njeri si Ibrahimi që në fëmijëri jam bjell dëshiren për ta adhuru vetëm një Zot dhe për të bërë thirrje në këtë, jo vetëm për të qenë ai besimtar i vërtet, i sinqert, i dinjitetshëm në vetveten e tij, por që të jetë thirrës dhe që t'i largojë të tjerët nga thirrja e kot, atëherë këtë njeriu do ta mbështet. Do ta mbështet sepse ky Zoti është ai i Nuhit a.s. Ai që i bëri anijen, ai që mbushi tërë tokën me ujë, ai që përmbysi të gjithë të tjerët që nuk arritën të hypin në anije, ai që bëri anijen e madhe trekatëse të lundroj dhe të shpëtojnë krijesat që janë aty, e të zhduket gjithçka që mbetet mbi tokë e që tani do të jetë nën ujë. Ai është Zoti i Salihit a.s. Sikur që ishte Ihudit a.s. në herët. Ai tash bën një mrekulli tjetër. Kulna, ja naru, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. O zjarr, bëhu i ftohtë dhe paqësor me Ibrahim. Aty të vi një pemë e xhenetit, e cila nuk digjet. Ibrahimi të qëndroj aty dhe rreth saj të jenë drujt të cilat më vonë të gjithë të bëhen hi e pluhur. Këtë kush ka mundur ta imagjinoj? Kjo është një mrekulli e jashtëzakonshme, por që Ibrahimi në jetën e tij, me kauzën e tij, me thirrjen e tij do të mbetet i gjallë, jo vetëm në atë rast, po do të mbetet i gjallë edhe sot e kësaj dite. E Allahu Gjelle Gjelaluhu e shpërbleu Ibrahimin a.s. me shumë metoda dhe me shumë mënyra, njëra prej tyre ishte që fama e tij të mbetet në gjeneratat e tjera. Allahu këtë e përmendi në Kur'an që ai pra e shpërbleu këtë njeri të jetë edhe për mua dhe për ty sot, njeri shumë i madh dhe shumë i famshëm, i dashur për zemrat tona. Edhe dërgoj paqe mbi te Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ibrahimi a.s. u bë motivues për gjithë të tjerët që e kanë kauzën e të vërtetës. Ibrahimi nuk pati trot dilemës. Shumë burnisht u dorëzua para pushtetit, shumë burnisht u hodh në zjarr, ashtu siç ishte. Dhe për këtë arsye janë hadithe të vërteta të sakta që Ibrahimi a.s. ditën kur do të ringjallemi dhe që të gjithë njerëzit do të jemi lakurish, sikur na ka falë Allahu Gjelle Gjelaluhu, i pari që do të vishet do të jetë Ibrahimi a.s. Thuhet arsyeja vetme do të jetë se ky njeri në fakt u hodh në zjarr, lakurish Allahu do të jep për privilegj të parit këtij teshat e tij që të mbulohet. Ibrahimi a.s. edhe u ndihmua edhe u luftua, jo vetëm nga njerëzit. Na mbeten dy thënie interesante. Thuhet kjo, por përshruhet shumë në libra, që një buburec mbarte një pikë me ujë në shpinën e tij. Dhe kur u pyet se çfarë bën, tha do ta çoj te zjarri i Ibrahimit. U tallën me te, se çfarë bën ajo pikë e ujit në zjarr të madh. Pra uji i pakt në zjarr të madh vetëm ndahet oksigjeni prej hidrogenit dhe shndrohet në matjerë djegëse. Bubureci u përgjigja, e di se unë nuk mund ta shuaj zjarrin e Ibrahimit, por dua që të jam skajt të vërtetës. Dua që ta mbështeti kauzën e vërtetë, sepse edhe unë jam krijesë Allah dhe adhuroj Allah. E kundërta, krijesa tjetër që në gjuhën popullore e quajmë zhapini, geku, thuhet se shkoi për t'i fryrë zjarrit, që të ndizet edhe më mirë, nuk ishte se zjarri kishte nevojën e tij.
se kishte boll nga njerëzit e këqij që i fryen një zjarrit dhe hedhnin drunj bite që të digjet. Ibrahimi respektivisht ka uza ati. Por ai u mundua që edhe ai të jetë në krahun e të mbrapshtve. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mbyste dhe porositi të mbytet kudo që e shehni në vrim ose jashtë vrimës këtë krijesë. Pra, edhe krijesat të tjera marrin famën për së miri kur e mbështesin të vërtetën dhe marrin famën për së keqi kur e mbështesin të kotën. E mbeti historia gjallë, vdiq Nemrudi, vdiq Azeri, vdiqën të gjithë ata që ishin me Ibrahimin a.s. Në kundërshtim, ndërkaq jetoi Ibrahimi, gruaja e tij dhe luti një kushëri ose një djalë vllai i tij, i cili besoi pra këta tre besimtar dhe dolën në një vend tjetër. Çfarë vendi a thua? Allahu Jalla Jalaluhu e përmend wa aradu bihi kejden feja'alnahumul akhsarin. Ata deshën që ja deshën të keqen Ibrahimit, ndërkaq ne i bëm që t'jenë ata më të poshtruarit. Wa najjaynahu wa Lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Ne e shpëtuam atë dhe Lutin dhe i nxorëm në tokën të cilën e kemi bërë të bereqeshme dhe të begatshme për të gjithë njerëzit, për të gjitha botat, për të gjitha kohrat. Ku ishte ai vend, na thua? Ai vend i bereqeshëm që me padurim do ta prezantojmë në pjesën tjetër, në hallkën tjetër të emisionit tonë të përjavshëm Popujt e Kuranit. Ne do të takohemi me lejen e Allahut përsëri në javën tjetër. Ju lëm në kujdesin e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.